është diçka unike. E thash në fillim, Faleminderit, ndjesim vetënore. Dhe tani jemi te vendi që besoj shumë i kërkueshëm në pishinë mbi qati. Të zonë rooftopi ka një kapacitet të mjaftueshëm për rreth 70 vetë. Që në hyrje të Empire Beach, vëmendjen ta merr kjo skulpturë e madhe, gjigande prej drurit. Vetëm 50 euro. A muj me veç ta provoj? Patjetër. Edhe pse me këto shtiklla unë e kom pak problem. Kur e pash për herë të parë, mendova që është ndonjë pallat mbretëror dhe jo një hotel. Por, a do të vazhdon kjo përshtypje sapo të hyjmë brenda? Sot do ta zbulojmë së bashku. Mirë se vini në Empire Hotel. Që në momentin e parë kur hyn, e kupton që ky hotel ka zgjedhur një stil krejt ndryshe. Çdo detaj është i menduar. Por për të na prezantuar hotelin më nga afër, çdo pozicion e kemi këtu afër Mekin. Përshëndetje Meki. Si je? Si ke kalu? Faleminderit. Ne ishim të folë për hotelin për një stil këtë ndryshe, a na tregon nga lindi ideja. Atëherë hoteli ka një stil venecian, i cili i jep ndjesinë klientit që në hyrje të parë si një kështjellë mbretërore. Patjetër Ashtu edhe qysh më la përshtypje mu. Po, patjetër, ndodhet pranë detit dhe ku më mirë për të krijuar pushime sa më të mrekullueshme afër detit, por edhe me një hotel mjaft të këndshëm. Na tregon me cila është procedura që me ardhë dhe me i kalu pushimet në Empire? Patjetër, fillimisht duhet të kryejmë një rezervim paraprakisht, pra që stafi menaxhues të mbajë rezervimin tuaj, duke qenë që jemi në një sezon kuptohet qartë që nuk kemi dhoma shumë të lira, gjë që do ishte shumë e mirë të rezervohet paraprakisht pra për rreth 2 ose 3 javë më parë. Është e mundshme rezervimi edhe me booking online? Patjetër, ne operojmë me disa agjenci të ndryshme, si një ndërto është edhe Booking, siç thekët edhe ju, ku fare mirë mund të futemi tek aplikacioni Booking, të çekojmë datat e sakta, check-in, check-out dhe pastaj të shikojmë pjesën e çmimeve. Her pas here ne kryejmë oferta të ndryshme, kështu që pse jo, të mos kapim edhe oferta të cilat ne i vendosim. Por pa përjashtu dhe personat që vinë direkt fizikisht me pa kollomat të tjera. Po. Këto persona nuk është që e kanë as pak të vështirë, thjesht mund të ndalojnë tek recepcioni ynë, mund të pyesin në rast se ne disponojmë dhoma të tjera dhe patjetër mund të akomodohen. Mirë, po më tregot çfarë turista keni? Se me sa e pash, unë e pash që frekuentojnë shumë të huajt. Patjetër, kryesisht kemi turistë të huaj, po patjetër kemi dhe vendas shqiptar, kosovar, dhe janë turistë të cilët e shikojnë në platformat tona që kemi, e shikojnë dhe patjetër që vendosin që të vinë vetëm nga stili që ne kemi zgjedhur, patjetër dhe tek zona e beach barit që ato e kanë mjaft të preferuar. Ku do të shkojmë më vonë? Patjetër, por dua të cek, ajo që është një ndër pikat tona më të preferuar, patjetër është dhe zona e rooftopit, e cila ndodhet në katin e 6, kemi një pushinë të jashtme që klientët e frekuentojnë më së shumti. Këto janë pikat që i bojnë më shumë të marrë. Patjetër. Kur është check-in, check-out? Atëherë, për pjesën e check-init dhe check-outit, check-ini bëhet mendoj në një orar mjaft të arsyeshëm, në orën 2, ndërsa check-outi bëhet në orën 11. Megi, një hotel nuk marrë mend vetëm për dhoma, por edhe për shijen e ushqimeve që ofron. A na tregon çfarë kuzhine ka Empire Hotel? Patjetër, tani momentalisht jemi në zonën e mëngjesit, ku me shumë kënaqësi do t'ju tregoj dhe pjesën tonë të bufes. Ne përgatisim ushqime të ëmbla, por edhe të kripura. Por dua të cek që ka dhe mjaft ushqime që janë gatime tradicionale shqiptare, që do i demonstrojmë tani në video në vijim së bashku. Është ushqim tradicional shqiptar, apo? Patjetër. Okej. Kryesisht ka ushqime të ëmbla, pra edhe të kripura. Zakonisht ne mundohemi që çdo klient të mbesë sa më i kënaqur, pavarësisht se klientët kanë dëshira dhe shije të ndryshme, duke i pyetur ato në rast ato disponojnë alergji apo kanë probleme me ushqime specifike që ne zgjatisim ushqim të veçantë për to. Okej. E ka ndonjë ushqim specifik që është për fëmijë?
Patjetër, siç e dim, fëmijët vdesin për pancakes, edhe ne I përgatisim me shumë dashuri për to. Okej, po shifet. Ëmbëlsirat të freskëta. Po, patjetër, ne Çdo mundohemi mëngjes. që çdo produkt ta përzgjedhim me cilësi maksimale dhe ta përgatisim tryezën me shumë dashuri, siç e thash edhe më parë për klientët tanë. Shumë mirë, më tregon sa ora fillon mëngjesi që me ditë ata që po na shqetësojnë. Mëngjesi ka një orar mjaft të mirë. Mendoj në orën 7:30 është mjaftueshëm për të përgatitur, për ta marrë ditën me qetësi dhe për të ngrënë një mëngjes të bollshëm dhe të këndshëm. Ne mbyllet në orën 10 të mëngjesit, ku ndërmjet kemi 2 orë gjysmë kohë, mendoj mjaftueshëm sërish për të konsumuar. Sigurisht. Mirë, atëherë unë po vazhdoj, kam nevojë me ushqy, me shiu mëngjesin dhe po du me marrë ushqimin tani. Patjetër. Faleminderit. So vizitor mbrana ditës mund të më marrë këto afërsisht. Atëherë, duke qenë që operojmë me disa platforma të ndryshme, ka vizitorë të ndryshëm nga shtete të ndryshme dhe vizitorët janë të pafund, ka vizitorë që qëndrojnë mjaft të tëra. Si e bojnë rezervimin? Atëherë nëpërmjet platformës Booking. Okej. Kryesisht operojmë edhe me disa agjenci nga Kosova, patjetër, shqiptare dhe agjenci të huaja që sjellin klient. Kryesisht janë klientë të rasti që zgjedhin thjesht arredimin që e shikojnë nga jashtë, kanë përshtypjen të një hoteli. Po veç nuk ka vetëm turistat të huaj, por ka edhe prej Kosovës, Patjetër, vendeve tjera. patjetër. Kemi edhe turista që vinë nga Kosova dhe Shqipëria. Është një pjesë e madhe prej tyre. Një shumë kur bëhet check-in, check-out, na tregon ma në detaje që nëse një person vendos marrë këto procedurat, forma se qysh e bojnë rezervimin, kur do të marrë, kur do të më largu. Po, patjetër. Atëherë ty jap disa informacione në lidhje me hotelin ton. Hoteli ka disa orare, besoj, të përshtatshme për të mos u bezdisur edhe klientit për të pritur në orë të gjata për check-in, pra check-in bëhet në orën 2, por të japim mundësinë e faciliteteve që mund të shfrytëzoni edhe para orës 2, duke ardhur në hotel, duke vendosur valizhet tuaja në dhomën tonë të valizheve, pastaj duke shfrytëzuar të gjitha facilitetet që ato kanë të përfshira. Check-outi bëhet në orën 11. Besoj që është një orar I përshtatshëm pas konsumimit të mëngjesit që çdo klient e ka të përfshirë. Mendoj që është e përshtatshme për të bërë gati valizhet e tyre dhe për të larguar nga hoteli. Shumë mirë. A më tregon, parkingu është në kuadër të hotelit apo do të me diku tjetër me lankerën ose me pagu ekstra shtesë? Patjetër, hoteli disponon një vend parkimi, kemi parkimin ton privat, dhe kjo e bën më të lehtë që klienti të jetë sa më I aksesueshëm në zonën tonë të parkimit. Qysh e pash pat shumë turista. A më tregon, a jeni një staf I mjaftueshëm për me kry shërbimet ashtu siç? Patjetër që po, ne kemi marrë të gjitha masat që të jemi një staf goxha I bollshëm për të mos lënë mangësira që klientët të ngelin sa më të kënaqur. Jemi një staf I përbërë rreth 60 persona, ku mendoj që jemi besoj mjaftueshëm në varësi dhe të kapacitetit që hoteli përmban, kështu që. Punoni edhe dimrit apo vetëm Po, sezonit? patjetër. Jo, ne jemi hapur gjatë gjithë vitit, pra punojmë jo vetëm sezonale, punojmë gjatë gjithë vitit me oferta dhe çmime nga më të ndryshme. Mbasi veç I përmene ofertët, a na tregon cilat oferta momentalisht I keni? Patjetër, atëherë dua të cek që mos të lëmë dhe hapësira keqkuptimesh me klientët, dua të cek që ofertat ndryshojnë her pas here, pra gjatë periudhës sezonit, siç e dim, sezoni është I lartë, kërkesat janë të shumta dhe ne krijojmë oferta të ndryshme. Momentalisht jemi me 75 euro personi, me paketë me mëngjes të përfshirë, gjithashtu kanë të përfshirë aksesën në zonën e plazhit, aksesën në zonën e pishinës. Ne kemi një zonë pishine e cila ndodhet në rooftop, Po, do ta shohim. e cila është e përfshirë për klientat që mund vinë dhe të akomodohen tek ne. Dhomat keni të ndryshme? Patjetër, disponojmë tipologji dhomash të ndryshme, një ndër to janë dhomat standarde dhe dhomat superiore, suite, të cilat doja shpjegoj për pak. Patjetër.
Tani po ju tregojmë pjesën që ju intereson më së shumti pushuesve, sepse kalojnë momente më të bukura gjatë pushimeve dhe sigurisht ju intereson komoditeti. Megi na trego se në cilën dhomë jemi. Atëherë, kjo është një dhomë me tipologji superiore, pra është një suite, e cila përmban jacuzzi në dhomë, dhe tipologjia e saj, si që ka dhe më herët, është suite superiore. Çfarë bën të veçantë? Patjetër që e bën stili krejtësisht i veçantë, i cili është një stil barok, krejtësisht me një jacuzzi, pra siç dhe shihet. A më tregon fillimisht se unë e di që po, mi është shumë breslonce, po si të intereson se kjo dhomë që është më e veçantë, çfarë çmimi ka? A dallon prej çmimeve dhomave standarde apo ka një çmim ndryshe? Po, patjetër, më duhet të them që ndryshon çmimi, ka një çmim pak më të lartë se dhomat standarde, por facilitetet që ka kjo dhomë e kompensojnë pra çmimin që ka pak më të lartë se sa dhomat e tjera. Një ndër facilitetet që shihet dukshëm është zona e jacuzzit. Kemi një minibar në dhomë, të cilët aty ka çdo produkt që ne e vendosim, pra pije dhe snacks të ndryshëm. Jenë kuadër të ofertës? Patjetër që janë të përfshira. Kjo dhomë në këtë periudhë është me çmimin 280 euro për 2 persona, sikurse ka dhe facilitetet e përfshira që i cekëm më herët, pra plazhi, pishina dhe parkimi. Gjithashtu edhe mëngjesi, patjetër. Mendoj që ja vlen, sepse që prej hyrjes derës e deri më tani është diçka unike. E thash në fillim, ndjesim vetënore. A shkojmë të shohim dhoma të tjera? Po, mund të shkojmë. Po besoj që është dhoma standarde, apo? Po, kjo është një ndër dhomat me tipologji standarde, e cila si çmim ka 75 euro personi nata me të gjitha facilitetet e hotelit. Megi, më trego të lutem për shikues tonë, sa katë është ky hotel edhe sa dhoma posedon? Po, patjetër. Atëherë hoteli është i përbërë prej 5 katësh dhe posedon 65 dhoma. Mjaftueshëm për sa pushues? Mjaftueshëm për 150 pushues, kam përshtypjen. Dhe tani jemi te vendi që besoj shumë i kërkueshëm në pishinë mbi çati. Patjetër, po. Kjo është zona e rooftopit. Okej. Siç duket qartë, kemi zonën e hapësirës pranë pishinës. Pishina ka pamje drejt për drejt nga deti. Kryesisht i vëmë re mjaft detajeve mbi pastërtinë, pasi është pika kryesore që klienti të vijë dhe patjetër për të mos pasur problematika siç dimë dhe vapa është tej mase në kul, kështu që çdo gjë të jetë okay, mbetet parësore pasimi i pishinës. Shumë mirë. Dhe pastaj shfrytëzimi i saj. Këtu mund ta shfrytëzojnë vetëm vizitorët që qëndrojnë në hotel apo mund të vijë dikush tjetër? Patjetër, momentalisht operojmë duke shfrytëzuar vetëm vizitorët që ndodhen në hotel. Por, në rast se disponojmë klient që ndodhen në zonën tonë të beach bar dhe kanë dëshirë që ta frekuentojnë pishinën, fillimisht me paraqiten poshtë tek recepcioni ynë kryesor dhe pastaj dikush nga stafi mund të shoqërohet dhe t'ia akomodojë tek zona e rooftop. Me pagesë shtesë? Patjetër, po, me pagesë shtesë. A mund ta dim pagesa cila është? Patjetër, nuk është që është ndonjë pagesë në shumë të madhe, është 20 euro personi për ta shfrytzuar nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 7 të mbrëmjes, po patjetër. Unë e poshtë që kemi edhe një pjesë tjetër këtu me shtratër edhe poshtë barin. Po, disponojmë të një hapësirë tjetër, e cila është pak më private dhe pak më e qetë. Ka një kapacitet të mjaftueshëm për të qëndruar. Gjithashtu disponojmë edhe zonën e barit, i cili është i hapur nga ora 10 të mëngjesit deri në orën 7 të mbrëmjes. Vajza jon bartender e kryen me shumë dashuri koktejlet që klientët përgatisin. Dhe jo vetëm koktejlet, mund përgatisim çfarëdo lloj gjëje të ndryshme që klienti e preferon. Pije? Patjetër, po, pije. Mirë, shumë sa veta mund të të minë zonë kjo terrasë ka qemote? Sa veta? Atëherë, në këtë
pishin në këtë zonë rooftop-i ka një kapacitet të mjaftueshëm për rreth 70 veta, 70 persona. Say so, I can't say no. Baby, can you just stay another night? Keep you close, don't go home. Baby, can you just stay another night? If you say so, I can't. Që në hyrje të Empire Beach, vëmendjen ta merr kjo skulpturë e madhe gjigande prej drurit. Një ndër pikat më të preferuara për fotografi. Por ta shohim ti mbrana se çka na pret më tej. Hello, si je? A je mirë? Më trego se ka në kupton skulptura që e pam jashtë se ishte shumë interesante. Okej, atëherë jo vetëm skulptura, po gjithë vendi është pjesë e stilit afro-meksikan, pjesë më tropikale. I gjithë Beach Bar-i ka një strukturë dhe tipologji kaqësisht të veçantë, e cila e përbën dhe bën të veçantë ndër Beach Bar-et e tjera, kjo që do e shikojmë tani bashkë. Cili ndi ideja për konceptin e Empire Beach Bar? Atëherë, duke qenë që ne kemi qenë më përpara një beach bar shumë i vogël, por në tipologji krejtësisht të veçantë, duke qenë që turistët edhe klientët e preferonin shumë për shkak të tipologjisë që beach bari ka, vendosëm që të krijojmë një tipologji ekstra më të veçantë, siç është dhe afro-meksikan, stili i beach barit që kemi tani. Është e pëlqyeshme prej vizitorëve kjo? Po, shumë. Se thoshe edhe skulptura të tjera në për vende caktuara. Po, dhe zakonisht pyesin vazhdimisht se në cilin vend ndodhet, pasi në zonën e Durrësit nuk disponon një beach bar në këtë lloj tipologjie siç e kemi dhe ne. Okej, a më tregon disa pikave që kuptova. Çka e bën më të veçantë tjetër këtë Empire Beach Bar prej vendeve tjera që janë në Durrës? Atëherë, ajo që e bën krejtësisht të veçantë është që kemi një zonë gazeposh, e cila është zona e shezloneve VIP, siç e quajmë dhe ne. Patjetër që ka një kosto ekstra kundrejt shezloneve që kemi standard. Flisni për këto? Po, këto janë. Këto thirrën gazepo. Po, gazepo. Kush mund t'i shfrytëzoj këtu? Atëherë kryesisht ka klientë që janë të jashtëm që i preferojnë shumë. Klientë që ndodhen në hotelin ton, pasi ne disponojmë dhe një hotel, e cila ndodhet shumë pranë beach barit, por edhe klientë të hotelit kundrejt një pagese ekstra patjetër që mund ta shfrytëzojnë. A ka vizitorë tjerë që nuk janë të akomoduar në hotelin Empire, por vinë ekstra me shfrytëzu këto hapësira private? Patjetër që ka vizitorë të tjerë. Atëherë, siç duket, beach bari është shumë i madh, ka një kapacitet të madh për shumë persona. Kështu që edhe vizitorët të rastit që thjesht kalojnë dhe shikojnë ambientin se si duket nga jashtë, ndalojnë për të pirë diçka dhe për të shfrytzuar gjitha facilitetet e beach barit. Tani do ta bëj një pyetje, se e di që janë shumë kurrështar gjithë ata që po na shikojnë me ditë këto gazebot ose për ndryshe shezllone VIP, çfarë çmimi kanë? Atëherë, në lidhje me çmimet, jemi munduar të jemi sa më të përshtatshëm për gjithë standardet e klientave. Dhe ka një çmim për vetëm 50 euro, pra për pjesën e shezllonave VIP. Vetëm 50 euro? A muj me veç ta provoj? Patjetër. Edhe pse me këto shtiklla unë e kom pak problem. Wow, definitivisht. Veç 50 euro, ku po menoj që çto kemi pas një freski shumë reale, prej këtyne që shtirën këto, të grepit. Sigurisht që dilli dhe përdon më pak, kështu që ja vlen për 50 euro me pas një hapësirë private, kaq luksoze, pikërisht në Empire Beach, ku gjithsesi mos ta harroj muzika, komoditeti mbrana barit është perfekt. Ju falenderojmë shumë për fjalët e mira. Megi, a mund të porosisin ushqim apo pije direkt me ta sjell në shezllan? Po, patjetër, ne disponojmë, kemi facilitetin që dikush nga stafi jon ta sjell, pra disponojmë kamarier plazhi që mund t'ju ofrojnë pijen aty ku ju po qëndroni. Pa pasur nevojë që të vini dhe ta bëni porosin, mjafton mund ta bëni porosin direkt nga çadra dhe ne ju sjelljem aty ku ndodheni ju. Kjo besoj është diçka e mirë për pushuesin, pasi nuk mundohet dhe patjetër është perfekte për të kaluar pushimin sa më të qetë. Ndërsa ushqimi?
Atëherë për pjesën e ushqimit nuk e ofrojmë si mundësi, pra në pjesën e shezlloneve, patjetër në restorantin tonë. E kuptueshme. Mirë, më trego pak për pjesën e barit. Organizon evente të ndryshme mbrëmje në gjatë, se ish shumë bukur më po atë hapësirë shumë e madhe. Patjetër, kryesisht fundjavave ne organizojmë organizime shumë të ndryshme, gjithë të cilët i përshtaten edhe stilit të barit, pra nuk dalim jashtë stilit të beach barit, kështu që her pas here kemi festa dhe organizime të ndryshme. E ndëgjoni për gjithë ata që kanë qef me kalu një event super me energji, Empire Beach Bar ishtë fenomenal. Dhe me thëmë festa ju i bëhet sa as ju vetë nuk muni marrë me mend, kështu që pse ju rezervojeni. Këtu shezllona janë të gjitha të disponibilshme për vizitorët ose mysafirët që keni në hotelin tuaj apo edhe për të tjerë që duhen marrë edhe me kalu ditën këto. Në fakt kemi një hapësirë goxha të konsiderueshme që na mundson të akomodojmë dhe të përshtasim ambient edhe për klienta që janë jashtë hotelit. Pra ato mund të paguajnë ekstra dhe mund të akomodohen tek këto hotel. A ka shumë kërkesa? Patjetër që po. Sepse që në hyrje e poshtë që e kishin problem për shkak të rezervimeve. Po, kjo është shumë e vërtetë. Madje, po t'i bësh edhe në dërën kryesore, ka një pritje në radhë për të bërë foto tek ambiention kryesor i strukturës, siç duket që është një mrekullueshme. Baby, can you just stay another night? Keep you close, don't go home. Baby, can you just stay another night? Yeah, I won't let go, 'cause I don't wanna waste another night. Megi, na trego vizitorët, a janë vetëm vente apo dhe ka të huaj? Atëherë, jemi 50 në fakt. Kryesisht kemi vizitorë të huaj, por ka dhe një shqiptar që vizitojnë beachbarin tonë në Knajstin. A mendoni pse pikërisht vizitorët e huaj e zgjedhin këtë vend? Është pyetja puna më herët, por tani po më intereson, pasi kuptova që ka vizitorë të huaj më shumë. Kanë përshtypjen që i përshtatet shumë stilit të tyre, pasi nuk është një stil shqiptar, siç e theka edhe më herët, edhe kanë përshtypjen që i bëjnë të ndjehen si shtëpinë e tyre dhe i duket mjaft këndshëm. E besova, ma mërë mene që është arsye. Dhe unë s'po du me u largu prej këtij vendi pa e shiu një koktel që kanë të atë specialitet. Hello. Yeah. A i lot. Nga pak. A mundesh ma përgatit një koktel që keni specialitet? Dhe që tregom se cili është? Po, kemi koktelin pari që është specialiteti jonë. Okej. Edhe mund ta përgatis dhe ta provosh. A mundesh me na tregu formulën se masi është kaq special? Formulën nuk mund ta tregoj, po mund ta pish e ta shihosh. Okej, përgatit ma. Okej. Jo. Tani është gati, koktejli i famshëm. Wow. Për këtë merakësitë e koktejleve, mos se leni pa ardhur me provu se me të vërtetë një shije fantastike. I'm gonna ask you to stay another night. Yeah, I won't let go, 'cause I don't wanna waste another night alone. Don't go home. I'm gonna ask you to stay another night. Pasi që jemi në Empire Beach Bar, na kemi vendosur bashkë me stafin me bo një lojë të vogël shpërbyse. Se çfarë loje do t'jetë? Hajde një mas meje.
Përshëndetje. Përshëndetje. Jam Valentina dhe jemi prej gazetës Demo. Si jeni, si po kalon? Jo, e mirë, si jeni juve, po kalojmë shumë mirë. Më vjen mirë. Që informoj që ne kemi një lojë shpërblyese, por për me marrë pjesë neve na duhet me ta bëni një pyetje që na duhet një përgjigje e saktë për me të shpërbly. Po, patjetër. Mirë shumë. Fillimisht më tregon arsyeja pse vjen këto. Atëherë, më pëlqen shumë reali sepse është ambient shumë i këndshëm, është kalojmë shumë mirë, por është disa herë që vizitoj dhe shpresoj që do vazhdoj edhe në vazhdim. Shumë mirë. E tani është pyetja që ti për me fitu këtë shpërblim, na trego cila është hera që ti vjen këto? A është hera por apo ka hera? Është disa herë që vjen, se më pëlqen shumë si ambient, është shumë komod dhe shumë i bukur realisht. E po mirë, atëherë urime, sepse ne kemi vendosur ata poshues që i takojmë dhe që kanë ardhur më shumë se një herë këtu. Tavolina dhe shpenzimet që i keni do të jenë free. Okej, shumë faleminderit. Do ta vizitojmë edhe në vazhdim patjetër. Faleminderit shumë, kaloni sa më bukur. Faleminderit dhe juve. Pasim. Atëherë, për me pa të tavolina tjetër se a do të takojmë pushues tjerë që do ta japin përgjigjen e saktë, na ndihni. Tani do ta qirosim një tavolinë tjetër parë. Unë jam shumë e sigurt që janë të huaj. Atëherë hajdeni se e kam një sfidë vogël, nëse më lajmërohen ose nëse flasin shqip, çka i pyesën ne, na do të qirosim. Përshëndetje! Përshëndetje! A je mirë? Mirë. Qëroni deri. Qërosi çka do që dëshiron kom të tavolinën. Tani kam ofër një vojzë nga Tetova dhe prandaj po du me bo një bashkëbisedim të shkurt. Hajde na trego se qysh e kemë. Përshëndetje, jam Kujtimja Zeqiri dhe vin nga Tetova. Jo në dashur, do me thënë. Okej. Pse ke përzgjedhur pikërisht marrë këto, sidomos në Empire Hotel, me sa e pash para se me fillu këto, the që jam vendosur në Empire Hotel. Po jemi këtu, është nota e parë, mirë po na ka pëlqejt. Do me thënë, bari në ka shumë të mirë, si mund ta shihni. Neja është shumë e mirë po bëhet këtu, pritja ka qenë gjithashtu e mirë, edhe uroj që edhe ditëve në vijim të kalojmë nice. Si që ja kemi njësë. Qa ka të veçantë diçka tek hoteli edhe te bari dishta me ditë të Empire? Mirë, njëherë kemi mikpritjen realisht që kanë, do me thënë, kamarierët këtu. Pastaj në ofertë, sa të që i përmban oferta me all inclusive, ultra inclusive që janë, kemi pije pa kufi, kemi pijet shumë të mira, do me thonë vendi njerë, atmosfera po bëhet shumë e mirë, gjitha këto, për mglidhen, do me thonë, edhe e bëjnë Empire Hotel që me u duk shumë nice këtu në vend. Okej, te bari dilin çdo natë këtu apo kaloni diku tjetër apo vetëm tek Na jemi vendos këtu, do me thënë, këtë pushim do e kalojmë tek Empire Hotel, edhe patjetër që njerë vim këtu edhe tani me dal një xhiro. Okej, uroj që të kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe juve, pushimet mbara. Në fillim ju thash që mendova që ishte një pallat mbretëror, jo një hotel. Por tani që e pam nga ofër, a ishte përshtypja e njëjtë përgjigjen për ju lë juve. Unë jam Valentina Mekani dhe bashkë me gazetën Demos, miru pafshim në destinacionin tjetër.